pas paragjykime prej shoqënisë, pse e bën, është shumë katunarçe. Shambull mu me ma shit 100. Ho, ti po do një Kosovë, edhe unë me ta shit. Faleminderit shumë. Miqtë mi, po shkojmë po i morrëm kithat, thikat, edhe shifemi në dorë. A ke vështirë mërë me la Prishtinën? Për shit vena? Po. Kur. E me thona që ta shte hajde apo vjeme njeve në Prishtinë, si që atje kena më shku? Zvjena? U dhe e mori kopë. A din ti për shambull me qithë, mja bona i frizura është të mirë. Po, Në i shatir. Në i shatir. Ju përshëndes nga fshati i bukur Brajina, komuna Podojeves. Kemi orë me taku një djalosh të ri, Dardanin, të cilin pasioni dhe dashnia për delet nuk e ka ndalu asnjëherë. Dardan, përshëndetje, si je, a je mirë, a je lodh? Mirë, ju vesene. Mirë, faleminderit. Atëherë Dardan, fillimisht çka po na tregon diçka për veten, si keni fillu, si ka lind ideja, që sa mirë është me këtë pjesën e baktive. S'pari mirë se erdhët. Mirë si ju gjim. Kam filluar nga mosha 13 vjeçare. 13 vjeçare? Po. Në rregull. Pasionin e adhuroj. Me marrë me dele e du shumë. Do thot ju pëlqen puna me dele, ndoshta dhe ju qetëson ashtu shpirtnisht. Shumë. Atë plotësojnë kështu. Jashtëmase shumë. Si lindi ideja, kush tha, atë ka orientu dikush apo vetë kështu nga dëshira, hajti bëj do dele? Me thonë drejtën, kam pa ndër të bëtë çoban. Edhe kam filluar me 50 copa, tash i kam 300. Pasioni për to e adhuraj. Po, e the që ke po ndër si e bëtë çoban, sa shpejt e ke bo realitet këto? Afro 2 vite. Afer 2 vite, tu ka dosh shumë punë edhe përgatitje për me morë këtë hap? A tu ka dosh shumë? Shumë, jashtëmase shumë. Po, e ke pas dikon kështë mbështetje që të kanë ndihmu në hapat e para, po krejt vetë ke fillu? Veç vetë. Po, dikosh nga familja? Heq, Po, familja çka të thanë kur e morë këtë rrugtim? a mund është me përballu. Po, a mundesh me përballu? Edhe përgjigja jote? E përballu. Do thot prej dashnisë të mëndhe që e ki për dele, Dardani i ka përcen edhe bjeshkt. Edhe pjesht. Edhe bjeshkt. Dardan, po më intereson sa është, na e kënë delet mëre? Sa është e lodhshme, apo shkojmë to ecë edhe po kam qef afër deleve, hajde. Sa është e lodhshme si punë, sa donë për kujdes? Për kujdes do është shumë, doja është shumë e madhe, zgjom në orën 6. 6? 6 në mëngjesit, Po. i maj në kullo dhe në orën 11. Pastaj? Pasaj shkoj në shpe, hapa këbog edhe dalë prapë për orës 2, dhe në orën 6 mramja. Do më thonë kohën e pauzës kur ti shkon me hongër dreken, i len këtu në për fusha delet? Po, në për fusha rrim. Se i kishit edhe këta qenë, ti kishit kështu trajnum. Shumë. Shumë. Unë e thash se di që, apo kalojmë këtë pjesën a? Atë shumë po ndëgjojshin këta qenë sa që më kanë habicët. Dëgjojnë, sikur një fëmijë i vogël. Po, besa fëmijë. Mund ndodhë edhe ma shumë se fëmija. Po, e tha që e keni fillu prej moshës 13 vjeçare. Tash sa vjeç je? Tash jam 26 vjeç. 26 vjeç, po. Tash me që jetojmë në epokën, si që dim gjithë, pa kemi qef me u paragjyku, jepse po e bë këtë punja, atë punja. Ke pas paragjykime prej tjerëve? Kam pas paragjykime prej shoqënisë. Qa të kanë thonë? Pse e bën, është shumë katunarçe. Nuk është katunarçe mu marrë me dele. Jo, se Është dikush... pasion. E vërtet. A ndodh që Dardani ka lek ma shumë se ata që të përqeshin? Mund ndodhë. Sa është fitim prurse? Fitim prurse. Ja vlen? Po, në vetë, hajde, thu ma shumën? Afër 80.000 euro. 80.000 euro. Cila është delja me çmimin më të madh që e ke shit në të njëherë? Dashe. Dashe, çfarë çmimi e ke shit? 500 euro. 500 euro. Po, sa po është interesi me ble njerëzit? A ka ndodhur për shembull dikush me thonë po du me marr këtë lloj, edhe po du me bë për veti, me u bë fermer? Po, ka pas. Po, për mendimin tem, për dikon që s'ja din Po. vlerën, i kisha thonë mos me marrë. Ju para se me fillu me storyn, me intervistën, më tregu që keni jetu në Prishtinë. Po, Jeni kthy? jemi këthy këta.
A ke vështirë mërë me la Prishtinën? Për shqit vena? Po. Kur. E me thona që tashti hajde apo vje me njeve në Prishtinë, se qatë që kena më shku? Zvjena? U dhe e mori kopë, unë e që të rri. Prishtinën e ke lanë, do më thonë, për këtë pjesë. Për që jo për këtë pjesë, Po, për që to. për qëto dele. Po. Edhe pse çfarë pjesë jemi të e po çfarë pomje, as një pjesë e Prishtinës nuk është kështu. Jo. Po kthehem tek pjesa e deleve. Hajde po shkojmë edhe po ecëm, edhe po bisedojmë, po më intereson se dia ju pyeta sa copa aktualisht e keni për momentin? 300. 300 copa. Mendon me zgjeru si biznes? Po. A mendon me shtinë edhe diçka tjetër, ndonjë lloj tjetër prej baktive apo Nëse- vetëm delin do me mbajt? Nëse jam shnosh e mirë, Këme kësmet. që ka caktuaj nalt, ku du mi marrë edhe kuaj. Kuaj? Po. Mhm. Edhe ta rritir shtallën ma shumë. Po, hajde tash po kalojmë tek pjesa e shtallës, me më tregume që ne jemi këtu në fush, edhe nuk e di se si është gjendja, e kanë vendin e mirë shtallën, ke arrit me ndërtu, mi jau bon vendin komod deleve. Krejt e ka vendin e vetë. Çdo gjë është në rregull. A ke pas në mbështetje ju kanë ndihmu dikush sa i përket ndërtimit të shtallës apo me mjete vetanake? Vetanake, veç vetë. Ka qenë e vështirë? E vështirë, Ka kushtu? Do se do, po. Ka kushtu shumë? A ka ndodh me fillim të kësaj pune me hy bërgj? Po. Ka qenë shumë më e madhe? 50.000 euro. 50.000. Kur e mendove me një marrë një jetë 50.000 euro, sa herë ke mendu? Me në njerëve për 2 herë. A ke vështirë me e marrë këtë vendim 50.000, nuk jenë të vogla? Nuk janë të vogla, po e nëzirë 2 fishën e tyne me dele. Mu po m'dje mirë që të ka shku mirë e mbarë dhe ashtu si që ke mendu, po në të kundërtën, nëse nuk ish ecë gjithë shka mirë, 50.000 euro jenë bukur të mdhaja. Të mëdhaja janë, po, farë si vesh. Ju përgëzoj, ja u ka dha Zoti edhe Zoti ta shpërblem mundin. Po kalojmë tek pjesa sa i përket shëndetit të këtyne deleve. E keni veterinarin që vjen, sa shpesh vjen, sa herë në vit vaksinohen delet? Vaksinohen çdo 6 muaj, veterinari vjen, i vaksinon, i qeth. Po. Do të thonë edhe pjesën e qethjes e bën ai vet. Ka raste që e bën edhe vet pronari. Edhe vetë pronari. A din ti për shembull me qeth, m'ja bën ai frizura ashtë të mirë? Po, tamam. Në i shatir. Në i shatir. Qysh se patëm të ngjyrë me vete, me ngjyros njënën. S'ko ka kon kismeti. S'ko ka kon kismeti, na ta prap jemi marrë vesh ashtu që me bo storin edhe qep. Shambull mu me ma shit 100. Ho, ti po të një Kosovë, e leone me ta shit. Faleminderit shumë. Cilit po javnojmë synin? Cili dush, cilin të ki marakte. Mishtemi, po shkojmë po i marrëm kithat, thikat, edhe shifemi në dork. Mirë mbetëshi!